Mi po shikues të nderuar, me mysafirët do të diskutojmë për mbjetesën e rritëve pagane për atë se çfarë duhet të bërë që ne si shoqëri të ruajmë këtë pjesë të kulturës tonë. Mirë po, të gjitha këto pasi të shohim emisionin dokumentar Verza në Opoj. Qëndroni me ne. Dita e verës, që në realitet shënon fillimin e stinës pranverore që lidhet me ekuinoksin pranveror, në kalendarin popullor të punës njihet si Dita e verës, që sipas kalendarit popullor vije më 13 mars. Derisa në të kaluarën kjo ditë festohej me shumë ceremoni, në ditët e sotme nga kjo fest pagane mbjetuan vetëm relikte, të cilat si survival shprehin elementin agrar dhe të bimësisë së bashku. Ndezja e zjarreve të cilat dikur plotësonin ritualin e kësaj kremteje, tash përpost në Opoj, në krajina tjera nuk e karakterizojnë këtë fest. Opoja dhe në shekullin 21 ka arritur ndonse të zbehur të ruaj ritin e verzës. Këta fëmijë të fshatit Bresan të Opojës janë gëzuar shumë 13 marsit, ditës së verës apo verzës, siç e quajnë në këtë krahin. Ata janë duke mbledhur goma anë mban fshatit, të cilat ju nevojitën për ndezjen e zjarrit. Gomat dhe pishat duhet të jenë në numër të madh, nga se zjarri i tyre duhet të jetë më i madh se i lagjeve të tjera të fshatit. Mes fshatrave, por edhe lagjeve, në këtë krahin ka konkurrencë. Ata shtyhen se kush do ta bëj zjarrin më të madh për ditën e verës. Sepse vazhdimisht thuhet ndezën zjarrin dhe thuhet zjarri im i pari, sepse kanë dëshirë që secili ta tregoj, ta manifestoj fuqinë e vet, por edhe mjeshtrinë e vet që të ndezë një zjarr sa më të madh. Në mitologji zjarri shpjegohet ndezja e zjarrit që i ndihmojnë fuqisë së diellit. Derisa të rinjët dhe fëmijët janë duke u kujdesur për organizimin e ndezjes së zjarrit. Nga ana tjetër, vajzat kanë filluar gatimin e ushqimit ritual. Per me përgatit qullin e flis, duhet pak ujë ma i nxehtë mu kanë, jo shumë, po pak, duhet me qitë kryp, tamam, pak voj edhe vo. Mos me bo as trash, as të holl, pak ma të holl, duhet me qitë, me lyet e psin, me qitë qullin. Qolli. Të na flijat bëhen kështu me qësi renda, kështu jo me petla. Po bëjmë edhe me petla. Flijat zakonisht të gjithë shtëpiat përgatitin për verës flija. Është si tradit e jona. Që po zakonisht për verës e flija? Por zakonisht për verës të bëjmë flijat nonat. Qikat e reja, si për shembull une që. Skaksi.
Kush mund dhe kush djemi. Bo zakonisht flet i bëjnë 2 vetë se është pak si zor mi bo. Tash po prit se mu pjek pak. Mu zije mu pjek. Pas kësaj ja qesim t'lynin. T'lyni do të mu kanë ose i shkrit ose i pa shkrit. Kryesorja mu kanë t'lynin. Drutës. Për ta përgatitur një fli do 3 ose 4 orë, 2 orë, qështu na. Për me përgatit flin duhet drunë me qenë pak ma të holla, për me bo zjarë ma shumë, edhe për me pjek ma shpejt.